Se kosi duhet konsumuar çdo ditë, ja çfarë i bën trupit. Kosi është ushqim që mjekët këshillojnë të konsumohet çdo ditë, pasi ka vlera dhe element ushqyes të lartë. Kosi është i rekomanduar gjithashtu nga dietologët, por studimet kanë treguar se nëse konsumoni kosin para çdo vakti, do të keni rezultate më të mira në humbjen e peshës. Kosi ndihmon në humbjen e kilogramëve pa dëmtuar shëndetin dhe pa kosto. Ai përmban proteina dhe probiotik që ndihmojnë në tretje. Këto janë edhe përbërësit më të nevojshëm gjatë një diete. Kosi ndihmon në uljen e presionit të gjakut, në parandalimin e artritit dhe shëndetin e mirë të dhëmbëve. Specialistët të dietologjisë kanë zbuluar se kosi është një ndihmës i mirë në luftën kundër gripit dhe ftohjes. Kosi duhet të kombinohet me fruta dhe të konsumohet edhe si një vakt më vete. Përdorni fruta të shumëllojshme në mënyrë që të merrni vlerat ushqyese të tyre. Përgatitja e kosit në kushte shtëpie është një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin.